Shkojmë live me Kryedemokratin Berisha, ndjekim konferencën me gazetarët. Për të gjithë ju, si mund të quhet, çfarë emri mund t'i vihet një kryeministri i cili fluturon disa mijëra kilometra nga vendi i tij për të marrë pjesë në një samit ndërkombëtar të titulluar Samiti Global për Demokracinë në Barcelonë dhe mashtron qytetarët e vet, u thot se unë isha për një vizitë në Spanjë tek Pedro Sánchez dhe nuk thot një fjalë të vetme, mban sekret për qytetarët e vendit të tij pjesëmarrjen në samitin global ku ishin një numër i caktuar kryetarësh shtetësh apo kryeministra nga një sëri vendesh të Amerikës Latine, të Afrikës dhe pjesë të tjera të globit. Pra, edhe njerë, kur një kryeministër shkon në një vend, merr pjesë në një samit sikur të ishte klandestin, në një kohë kur ajo ishte një ngjarje publike ndërkombëtare, e ftuar nga kryeministri spanjoll me një numër të konsiderueshëm kryeministrash dhe kryetarë shtetësh. Çfarë emri mund t'i vini ju? Një kryeministri të tillë që fsheh pjesëmarrjen e tij në një samit ndërkombëtar dhe shet se ishte për një vizitë zyrtare në Spanjë. A mund ta quheni këtë një burrec, një langaraq, por mundet edhe një prostitut amorale politike. Pse kjo? Së pari, samiti në cilin u paraqit siç deklaron udhëheqësi të majtës botërore ekstreme Alexis Soros, ishte organizim i tij. Lexoni postimet e tij në që ka bërë dhe kënaqësinë që shpreh. Së dyti, ky samit e vërteta nuk ishte me një mantra anti-amerikane, por nuk ishte pro-europian. Jo, nuk ishte një samit pro-europian. E fundit, si mund të fshehesh pjesëmarrje një samit të tillë? Cilat janë arsyet që fsheh? Burracak, langaraq, janë të pakta, po dhe prostitut politike, po dhe e tillë nuk e fsheh, që shkove.
Morët pjesë, jenë panel, jenë në foto. Kujt ja fshet ti këte? Pra, shikoni se çfarë nuk e di cilën fjalë t'i them. Nuk përdor fjalët e tij me cilat ka lind në gojë, nuk ja lejoj vetes, por i them të paktën langaraq. Shkove, njofto që isha në samitin global për demokracinë, të organizuar nga ekstremisti i majt Alex Soros. Mirë po, këto lëvizje midis ekstremeve të këtij njeriu pa karakter, delinkuent, i kapur nga ligji shqiptar dhe ndërkombëtar, bëjnë qesharake Shqipërinë dhe shqiptarët. Ky mendon, çfarë tregon me këtë? Ky tregon me këtë se ky nuk ka interesa kombëtare. Shkove, pranove dhe u antarësove në bordin e paqes. Dhe për këtë shqiptarët meritojnë shpjegimin që vijon. Ne kemi miratuar këtë plotësisht, sepse po t'jetë çështja për çështje të sigurisë kombëtare, ne absolutisht pa asnjë ndyshje votojmë dhe jemi në anë në Shteteve të Bashkuara. Mos ketë iluzion këtu. Dakord. Po tani të shtyu, të shkosh tek ata të cilët kanë qëndrime të kristalta anti-amerikane. Dhe ato qëndrime i kanë për interesat vendeve të tyre, si gjykojnë ata. Kuj ke interesat ti? Ti s'ke interesa për vend, ti ke interesa vetë personale. Ti çdo lëvizje e bën për të shpëtuar kokën tënde. Kjo është fyrje, kjo është përçmim, kjo është turp. Po pse do publikoj Alexis Soros fotot e samitit me Edi Rama dhe do i censuroj Edi Rama? Çfarë tregon kjo? A nuk tregon kjo për njëri pa karakter, frigacak? Shturp, njëri pa dignitet, qofse tako publiko foton, ti çfarë ke? Do thoni ju, po çfarë? Jo, ka rëndësi shumë të madhe, sepse ai nuk e ka udhëtim privat atë. Aja ka udhëtim për faqësim të shtetit shqiptar. Dhe në atë samit ishin të pranishëm një seri kryetar shtetësh, kryeministrash me qëndrimet të hapta anti-amerikane. Çfarë shtyn, çfarë interesi ka Shqipëria aty? Asnjë interes. Janë vetëm interesat personale të Edi Ramës. Janë vetëm interesa personale të Edi Ramës. Dhe ky është keqpërdorimi absolut
është përdorimi absolut i postit dhe i detyrës. U përpoq ta maskoj me çdo kushte, u përpoq të mashtrojnë shqiptarët me çdo kusht. Ju e pat vetë. Dëroj me forcë një qëndrim të tillë poshtrues për një kryeministër. Por unë nuk merakosem se vetë poshtrohet ai, por problemi është se ai është përfaqësim. S'ka ndodhur kur, s'mund të ndodhë. Të shkoj kryeministri në Sami dhe ta fsheh. Sigurisht të takim klandestin ndërkohë që ato ipin gjithë mediat e botës. Më spaku, se s'do ta prishgojmë në fjalët e tij. Langaraq, kaq. Faleminderit.